Një nga veprat simbolike të qytetit të Durrësit, skulptura urbane e peshkatarit, është dëmtuar sërish. Vepra ndodhet në shëtitoren bregdetare Taulantia, pranë vendit të njohur si Sfinksi, një zonë shumë e frekuentuar nga qytetarë dhe turistë. Skulptura ishte restauruar për herë të dytë në më pak se një vit dhe ishte rikthyer në vendin e saj. Megjithatë, mbrëmjen e kaluar, ajo ka pësuar sërish dëmtime të ndjeshme që cënojnë pamjen e saj. E realizuar nga skulptori Tylber Neziri, kjo skulptor urbane u vendos Buzdetit në vitin 2016, duke u shndruar shpejt në një simbol për Durrësin. Por ajo është edhe një nga skulpturat që dëmtohet shpesh në qytet, së bashku me skulpturën e këngëtares Tina Turner. Një muaj më parë u dëmtua nga persona të panjohur dhe skulptura e këngëtares dhe John Lennon të vendosura në shëtitoren Taulantia, pjesë e kompleksit artistik urban të figurave të njohura të muzikës botërore. Këto ngjarje ngrin shqetësimin për mungesën e theksuar të mbrojtjes dhe nevojën për ndërgjegjësim qytetar mbi rëndësinë e artit publik, i cili jo vetëm pasqyron estetikisht hapësirën urbane, por edhe ruan kujdesën kolektive të qytetit.